Promovimi i librit Kur heshtja flet të autorit Ahmet Shala u kthye në një tribun të fuqishme të fjalëve dhe reflektimeve për gjykimin në Hag. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani foli për procesin gjyqësor një ditë para 18 vjetorit të pavarësisë, duke theksuar se po gjykohen padrejtësisht edhe proceset jetike, liria dhe pavarësia. Ajo e cilësoi UÇK-n si idealin më të fuqishëm të ndërtuar nga shqiptarët ndërshekuj dhe paralajmëroi se drejtësia duhet të ndërtohet mbi fakte të vërteta e jo mbi narrativa të rreshme. Drejtësia e fiton kuptimin e plot vetëm atëherë kur është e paanshme dhe ndërtuar mbi fakte të vërteta. I pranishëm ishte kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili i konsideroi akuzat të pabazuara. Ai e vuri theksin se këta udhëheqës nuk kanë lidhje me terrorin, spastrimet etnike apo krimet kundër njerëzimit. Ata 4 burra nuk u armatosën për të ndërtuar një politik shfarosje, por armatosën kundër një politike shfarosje. Rama nuk u ndal me kaq, por nga aty tregoi se presidentja Osmani është kërcënuar për 2 vite rresht, sepse nuk lejoi prokurorët e Hagës të dhunonin zyrën e presidentit për të marrë provat e krimeve kundër njerëzimit. Presidentja e Kosovës është kërcënuar. Dhe këtë gjë nuk e dini sepse nuk është thënë asnjëherë, por po e them sot. Është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhunonin zyrën e institucionit president Kosovës, se me demek do kërkonin edhe aty provat e krimeve kundër njerëzimit. Libri Kur heshtja flet shndërrohet në një vend ku historia, kujtesa dhe drejtësia ndërthuren, duke rikujtuar përpjekjet e popullit shqiptar dhe sfidat e udhëheqësve të tij. Ndërkohë në Hag vijon procesi gjyqësor ndaj 4 ish-krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi.